Mblodhen sot në Bukuresht për takimin e përvitshëm të nivelit të lartë drejtuar nga Komisioneri Evropian për Energjinë, Dan Jorgensen, në mirëpritjen e qeverisë rumune, veçanërisht Ministrit të Energjisë Ivan. Të gjithë ministrat kanë relatuar për situatën energjetike të rajoneve përkatëse, përgatitjet për dimrin 2025-2026 e mbi të gjitha sigurinë energjetike, edhe në optikën e kërcënimit që vjen nga përdorimi i gazit rus. Kam përfituar nga rasti të ndaj në këtë event një arritje të rëndësishme të Shqipërisë gjatë këtij viti, bazuar në strategjinë kombëtare për diversifikimin. Për herë të parë, raporti 8 mujor për 2025 tregon se kemi arritur të krijojmë 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke çuar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Gjatë ditës kam pasur kënaqësinë të takoj dhe të diskutoj me shumë nga kolegët që ishin prezent, dhe gjithashtu me Komisionerin Jorgensen, por dua të veçoj takimin bilateral me Ministrin Rumun të Energjisë, ku kemi diskutuar mbijgjizjen e një plani për krijimin e një boshti energjetik, ku përfshihet Shqipëria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Italia. Bashkëpunimi i gjerë rajonal ka treguar se është dhe do të jetë baza e një suksesi të garantuar për sigurinë energjetike evropiane.